Ai që ka dalë për arsye nga më ndryshmet. Ai thotë do të del rroga për shkakun. Këtë nuk e zgjidh dot unë. Se si del aty rroga. Do thotë që keq menaxhon atë rrogë që ka. S'mund ta thoj që keq menaxhon atë rrogë që ka se. Përshëndetësinë që është bërë problem. Pra, një qytetar që fiton 1.000 euro në muaj, në shumë raste e paguan qiran tek 500-600 euro. Pra, nëse paguan 600 euro qirani, i bën 400 euro që të kursej nga 1.000 euro. Pra, në këtë para ai duhet të blej ushqimin, të paguajë energjinë elektrike, ujin, internetin, transportin, shpenzimet shëndetësore dhe çdo gjë të nevojshme që i ka të përditshme. Pyetja është, si mund të jetojë një njeri në këto kushte, si mund të kursejë dhe si mund të ndërtojë një të ardhmë. Vazhdimisht po dëgjojmë shumë shpesh që ekonomia po rritet dhe se leku po forcohet. Por unë e pyet vetën tim dhe gjithashtu po ja drejtoj edhe juve si pyetje. Nëse ekonomia po përmirësohet, përse kosta e jetesës vazhdon të jetë kaq e lartë në raport me pagat, përse qirat dhe çmimet e ushqimeve rëndojnë kaq shumë i buxhetin e familjeve? Këtu është një foto ku unë po kërkoja përshpimi qirat dhe për një shtëpi në shitje. Por të blesh një shtëpi në shitje 1+1 edhe të kushtoj 348.000 euro, domethënë për sa kohë duhet një njeri, një qytetar të punojë dhe ta paguajë këtë shtëpi?